Përshëndetje, mirë se u gjej të dashur miq. Në programin e sotëm do të kemi një të ftuar i cili në fakt vjen për herë të parë në studion tonë dhe do ta nis me këngë, sepse do të sjell një nga këngët e tij të njohura, ajo që në fakt e ka bërë të njohura të para disa vitesh, një këngë e cila spikati në festivalin e fundvitit dhe pa diskutim që aty ishte momenti i parë kur ai filloi të njihej me publikun edhe me ardashsin. Por ndërkohë pasioni i tij për muzikën ka lindur që herët ai vjen nga fusharzi, por që në fëmijëri, që në fillore ka shprehur pasionin për muzikën edhe në fakt ashtu ka vazhduar edhe studimet e tij të mëtejshme. Sot ai është i diplomuar për kanto, por ndërkohë muzikën e lehtë dhe zhanret muzikore të ndryshme i lëvron edhe ka filluar kështu të ndërtojë repertorin e tij. Ne do ta kemi sot me këngën Malli të titulluar, pra kënga që ka bërë të njohur atë fillimisht dhe më pas do ta kemi në studio për të folur edhe për këngën e tij të re, të cilën s'ka shumë që e ka lançuar. Le të ndjekim me Malli, Anduel Kovaçi. More ti me vete, copat e kësaj zemre që janë thy, po t'pres më thy. Veten e kam hu nga gjithka tu, s'munde mos me vujt për sytë e tu. Nata duket e gjatë, kur ty nuk të kam gat. Unë çdo ditë po tretem, duket prit me apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam në pikë të hallit. Apo vjen, po du me t'pa, apo vjen po t'pret të hëna, i kam fol për sytë e tu, veç Zoti e di sa kam du. Betohem në sot, malli po më mbyt pa ty mu sot. Ndihem i do, veten e kam hu nga gjithka tu, s'munde mos me vujt për sytë e tu. Apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam në pikë të hallit. Apo vjen, po du me t'pa, apo vjen po t'pret të hëna, i kam fol për sytë e tu, veç Zoti e di sa kam du. Apo vjen se mbyti malli, apo vjen, po du me pa, apo vjen po t'pret të hëna, i kam fol për sytë e tu, veç Zoti e di sa kam du. Anduel Kovaçi, mirë se erdhe edhe një herë. Mirë se gjeta. Edhe faleminderit për performancën. Ja, ulemi. faleminderit. Je për herë të parë në studion tonë, ë? Parë. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Urime për këngën, kjo është një këngë që të ka bërë të njohur ti, ë, në festivalin e vjetorit. Kjo është kënga ime e parë. Kjo është kënga jote e Po, që parë. është pjesë, ka marrë pjesë në festivalin Aha. e Radio Televizion, festivalit 61 me këtë këngë dhe pas kësaj kanë vazhdu pastaj. Edhe vazhdove pastaj të ecësh në këtë rrugën e të bërit i njohur edhe i famshëm. Por duket se ka qenë një ëndër e jotja e hershme, dëshira për të qenë para publikut, për të marrë duar trokitje, për të ndarë zërin tënd të bukur me të tjerët. Apo jo? Është e vërtetë në fakt që e vogël le themi që në moshë të vogël kanë filluar le themi
me u marrë paksa me muzikën, me knu edhe në shtëpi dhe jo vetëm, pastaj ja kam marrë me qendrat kulturore dhe kam vazhdu liceun, Akademinë e Arteve dhe ja ku jam sot. Dhe ti je i diplomuar si Tenor, po ndërkohë që herët ti fillove të kuptosh që ke talent për muzikë, fëmijëria jote ka kaluar në Fusharës, aty e rritur? Po, unë kam nejt atje, le të themi, deri në moshën 14 vjeçare, pra pjesën e 9 vjeçares kam bë atje. Pastaj në moshën e gjimnazit kam ardhur në Tiranë, Që erdhe të bëje pastaj liceun. liceun artistik. E qartë. Kur ishte ai momenti që ti the, unë do bëhem këngëtar dhe pikë? Se fëmijëri të gjithë këndojnë. Po, kam qenë klas 9 fakt, ishte ishte një moment që u do të me vendos për sa i përket të ardhmes, ose me jetu atje, me nejt, me vazhdu shkollën dhe punët, me thonë drejtën edhe me emigru, si që kanë bërë shumica e shokëve të mi, brezim, por zgjodha që vazhdoj shkollën, dhe i thash nënë, se babës thash unë du me vazhdu shkollën e muzikës në Tiranë. Se ishin dy mundësi, ose në Shkodër, ose në Tiranë, por kërkova në Tiranë, sepse është ma afër dhe mundësit njën ma të mdhaja. Bukur. Dhe si e pritën prindrit e tu këtë kërkesën tënde? Prindrit e kanë pritë goxha mirë, sepse ishte një iniciativë që unë e mora vetë, nuk është se isha, le të themi, i imponum, ndoshta nga familja që banë këtë, ose thjesht ata më kanë mbështetur, le të themi, në mendimin tim, në vendimin tim. Edhe ja ku jam sot. Dhe ja ku je sot, bëre liceun, bëre Universitetin e Arteve, Universitetin e Arteve. sot je tenor, i diplomuar dhe i lëvron praktikisht zanët muzikore të gjitha, që nga ajo klasike, muzikën e lehtë edhe tradicionale, apo jo? Po. Do më thonë, duke fillu që me, si që the edhe vetë, muzikën klasike, muzikë qytetare, muzikë e lehtë, muzikë moderne, do më thonë të gjitha nga pak. Po zemra ku të fle më shumë? Të them të drejtën, klasikja më pëlqen shumë, sepse realisht është të gjitha zhanret janë shumë të bukura, por klasikja më pëlqen ama që me flen shpirti është muzika qytetare, muzika popullore. Muzika popullore dhe ajo qytetare. Do të thonë aty le të themi muzika tradicionale që më le të themi nena një popull Ballkanas edhe nena tërheq kjo, muzika jon popullore nena tërheq, kështu që Po, pse jo, sigurisht. Mirë, me që jemi në fakt, sepse ne do dalim sigurisht e kënga jote më e fundit edhe do ta lançojmë pas pak videoklipin për ta ndjekur edhe për teleshikuesit, por në një nga këngët e tua Kryezi, Kryezi. ti aty ke ftuar edhe gjyshen tënde, të jetë pjesë e videoklipit, apo jo? Ta shohim këtë fragment. E shohim këtë fragment me që po flasim pak për fëminin edhe atë periudhën atje. E shohim pak edhe na tregosh një çik sërish për atë periudhë.
emrin ton. Këngë e këndshme, ha? Me shumë jetë brenda. Pse I këndove Kryeziut? Unë me të thonë drejtën, unë edhe pse jam rritë Fusharës, le themi në qytetin, në një qytet të vogël, unë prej ardhen e kam nga fshati Kryezi, që është le themi 8 minuta me makinë larg. Por është një, domethënë, një bukuri shumë e bukur, domethënë që le themi të flenë zemra, dhe ishte kënaqësi, domethënë që unë do t'i këndoja fshatit tim. Edhe për me tregu, domethënë që për me tregu që të jesh krenar për vendin që vjen, dhe vendi që të ka, le të themi, të ka mbështet. Ne në fakt së fundmi ka 3 vite pothuajse se organizojmë edhe një festë shumë të madhe në Kryezi. Në Kryezi, domethënë tekstin e kësaj këngë e ka bëu Paulin Luli, një ndër organizatorët e festivalit. Domethënë tamam ashtu shku drejt rrugës me quajt festival I Kryeziut, sepse me thonë drejtën këtë vit ka pas mbi 3000 vet. Vërtet, pjesë të festës Kryeziut. Pra le të themi le të themi mi dhon një honë, një vend I kaq të bukur dhe resurseve, sepse ai është edhe një fshat turistik. Domethënë hyn te 100 fshatra turistik. Edhe kjo është një ndër arsyet që ja kemi bërë edhe kemi dedikuar një këngë. Ti ta promovosh një çik më shumë. Pastaj nana, gjysha 96 vjeçare. 96 vjeçë I ka. Shumë e mbajtur është, Nana është me thonë drejtën shumë e fortë, biles po t'i vendosësh nanën, mamen edhe nusën e ojës, aty mi thonë qoni 1, 2, 3 qot ma pora nana, se është 96 vjetë. Nëna direkt. Por është shumë e fortë, ka dorë zotin le themi është shumë e fortë, e ka pas gjithmonë qef për me dalë në televizor, e ka pas marak gjithmonë. Edhe ti aplozove dëshirën. Po, sepse me thonë drejtën 24 orë, po t'alesh para televizor, 24 orë rrinë. Për shembull, ajo ndoshta nuk tani ka pak probleme me shikimin, aty nuk I kupton shumë mirë fjalët, nuk I lexon titrat e filmave, por përbes nuk kalon serial turk pa një ka fillimi deri në fund. Edhe ka pas shumë dëshirë që ta shifte edhe veten një herë në televizor. E vetë jetë kënaqur shumë besoj kur ja ke bërë këtë dhuratë apo jo? Domethënë ajo tani ke përjetësuar në një farë mënyre. Tani nana më thon drejtën ajo meriton shumë më shumë, din se ka vujt shumë edhe unë kam pas diçka shumë vogël që kam pas mundësi me gëzu sadopak, jam mundu le themi, por me thon drejtën është ndje shumë e kënaqur, ka një herë për shembull edhe kur kena pas në surpriza të ndryshme programe që ka marrë pjesë, nana është prej shumë e gatshme. Unë kam pas frikë që nuk do më pranonte asnjëherë, dhe shpesh e nxisja mi thonë që hajde non kështu, nuk pranonte, sepse është një moshë ku thot nuk du thot birë thot me lëviz mos e ka fillu me ka pak frika, ajo është e fortë, aty. Eruan veten tani, eruan veten. Cili është sekreti I asaj zone, si thua ti që jeton njerëzit kaq të drejtën, janë kaq të fortë, kaq të shëndetshëm. Ja edhe ti për shkak, e ndjeni në portret faqet e kuqe që vijnë nga ajri I pastër, edhe nga ushqimi bio, më duket mua. Ne na rrit atje, domethënë me ushqime bio gjithmonë, pavarësisht se unë siç e thash jam lind Fusharës, por unë gjithmonë kam marrë ushqimet bio nga nana dhe sa herë shkoj atje. Uji që është në zona tona, për shembull, gjithë zona Pukës ka ujë super të veçantë, le të themi që ne për shembull ne burimet e ujit ne kemi direkt në qezëm, nuk është se kemi le të themi dhe ujin e kena pas gjithmonë të pastër, bila atje në fshat ne kena pastër dhe I ftohtë, me siguri kështu di se është. E kena qezmën bashkë te dera te shtëpia vjetër atje në fshat e Hoxha, e kena qezmën bashkë te dera, po nana gjithmonë zgjedh me hec një 15 metra më lart, kena krojin ku buron akoma. Po, dhe zgjedh. Nuk e merr ujin aty e do te krojë. Nana gjithmonë ka qef me marr te krojë. Nga sekretet e saj. Dhe sa herë ne shkojmë, nuk pranon me na mush ujin e qezës, po shkon aty te krojë dhe na merr ujin e krojë. Kështu që prandaj është si do qoftë koha, me shi, pa shi, me borë, pa borë, me diell, gjithmonë shkon atje. Ju urojmë shëndet. Zoti drejt. Gjyshes tënde. Ke marrë në gjë nga gjysha, zërin nga ke trashëguar? Më thon drejtën këtu kanë filluar pak polemika se tash. Po si në familje. Gjyshi, do të thonë gjyshi jem ka paroqi Felis, më thon drejtën dhe ka paknu në për shtëpia, le të themi në shtëpiat e veta, në për kumari etj, ndërsa mami ka knu le të themi kur ka qenë
në grupet artistike, kur ka qenë më re, pra... Gjyshi ndërkohë nga mami apo nga babi? Gjyshi nga babi. Nga babi. Nga babi, ndërsa nga mami ka knu, le të themi tek se mami është mirëditore, nga fani, ndërsa babin e kam nga Kryqëziu. Pra mirëditore, le të themi me origjinë, por lindë rritë. Qartë, po e kam fjalën nga të dy anët ti paske nga pak. deg, paske të dhëna në ADN-n tënde. Po, sepse edhe vllai për shembull është instrumentist, ai lun shumë mirë edhe pse s'ka vdor asnjëherë. Kështu që domethënë është e ka vesh në absolut. E paskeni të trashëguar nga të dy anët. Mirë, le dalim pak te kënga jote më e fundit, të cilën ti e ke publikuar në muaj ngusht në fakt të kaluar. Kjo zemër e ke titulluar, unë dua që ne ta shfaqim tani, ta ndjekim dhe më pas na tregosh në lidhje me realizimin e saj. Kjo zemër, kënga më e fundit e Anduelit, e shohim. Sa shumë po du, ty me taku, ket me ti than e me t'kazu, sa ne pa gjumi kam kalu, takimin ton tu e kujtu, kam dash me ardh në ndra tua, me t'kazu sa shumë të du, kam dash me ardh me t'përqafu, e me t'kazu sa n'ke mungu, lumë turin të këti unë e gjeta, edhe pse heshta, çdo dhimbje me ty e kam kalu, tash kjo zemër ty po don, ty t'kërkon, e sun po të haron, lumë turin të këti unë e gjeta, edhe pse heshta, çdo dhimbje me ty e kam kalu, tash kjo zemër ty po don, ty t'kërkon, e sun po të haron. Kam dash me ardh në ndra tua, me t'kallzu sa shumë të du, kam dash me ardh me t'përqafu, e me t'kallzu sa m'ke mungu, lumë turin të këti unë e gjeta, edhe pse heshta, çdo dhimbje me ty e kam kalu, tash kjo zemër ty po don, ty t'kërkon, e sun po të haron, lumë turin të këti unë e gjeta, edhe pse heshta, çdo dhimbje me ty e kam kalu, tash kjo zemër ty po don, ty t'kërkon, e sun po të haron. Lumë turin të këti unë e gjeta, edhe pse heshta, çdo dhimbje me ty e kam kalu, tash kjo zemër ty po don, ty t'kërkon, e sun po të haron. Kjo ishte kënga jote më e fundit. Na trego pak për përgatitjet e saj. Kjo këngë, për hirës vërtet, ka që mbas këngës balli që e kam pas le të themi në zyrtar, është e kompozuar nga Ermal Krasniqi, që Gjerastin ta përshëndes, ta falenderoj. Edhe nuk po gjeja një moment le të themi të përshtatshëm për me publiku si këngë. Me thonë drejtën pasi u ba pak kohë, e i kthejmë edhe herë që kisha në zyrtar, edhe më doli kjo kënga. Kjo kënga është le të themi mu me pëlqen shumë, sepse e ka një mesazh, e ka një histori që më kanë gjitë që në momentin që më është propozu si këngë. Dhe kjo ka qenë ndër arsyet që kam prit një moment të përshtatshëm dhe gjatë kohës që luaj kënga në fakt shikoja zonjat e publikut që i dinin edhe fjalët e këngëve. Ja, Pesi bashkë me zonjat e tjera aty që këndonin. Domethënë është pëlqyer kënga, ha? Ka pasur feedback. Po, ka pasur feedback shumë pozitiv. Edhe realisht Gjerastin të falenderoj gjithë secilin
që na mbështet dhe na suporton, Shumë, mirë. sepse është le të themi është një mundësi shumë e bukur që Ti vetë se duke qenë këngëtar edhe lirik ti nje partitura, ti mund të shkruash. po patjetër. Edhe të kompozosh diçka, ke provuar vetë të kompozosh ndonjëherë? Po, le të themi këngën e Kryqëzijut është një produkt i emi, për shembull kam këngën e festivalit Nan që kemi bërë bashkë me profesorin Ismullajn, që kemi marrë pjesë në festivalin 62. Unë për shembull ulem, jam pak demel me të thënë drejtën, sepse të marr parasysh ngarkesën, koncertet, aktivitetet që kam pas, nuk kam pas kohën e mjaftueshme dhe le të themi qetësinë e mjaftueshme për mua me kompozu diçka. Nuk është me Por tani kam domosdoshme. Po. Por siç e the, unë duke qenë që marr vesh nga partiturat, nga produksioni, le të themi, avash do filloj t'i kushtoj pak më shumë kohë kompozimit. Kështu që pak po për muzikën klasike, në cilën ti je dhe diplomuar. Do të pëlqente një karrierë e fokusuar aty vetëm, e ke ndërtuar diçka të tillë më herët? Kur vazhdoja të isha student, unë me thonë drejtën e doja shumë. Thoja, po patjetër do ta njeki. Por jetojmë në një vend ku vjen, domethënë është për të ardhur keq fakti që nuk është se vlerësohet shumë si rrymë muzikorët edhe thojza ngelesh i varfën. Sepse ti me vërtet mund të marrësh një rrugë të mirë, por nuk është mjaftueshëm duke marrë parasysh kostot dhe shpenzimet që kanë ardhur në ditët e sotme. Kështu që detyrohesh që ti të bësh le të themi punë të ndryshme, të këndosh zhanre të ndryshme, dhe pse jo ti rikthehesh ndoshta në një të ardhme, të afërt, ose ti rikthehesh muzikës klasike që të fillosh të bësh ato që ti don. E qartë. Po me zërin ndërkohë, ju këngëtarët klasik punojnë vazhdimisht apo jo, sepse po e le të la. Po, është vërtet. Kjo është ne kemi të njëjtën gjë siç e kanë sportistat, është si sporti, e njëjta gjë është edhe muzika, kantoja, që në rast se ti nuk e ushtron, korda është një muskull e cila pos nuk u stërvit, është të len, është vërtet që të len. Që ti mund mos e këndosh në skem, po në shtëpi besoj unë i bën ca vokalica. Unë këndoj edhe në... Po, patjetër, unë baj vokalica në shtëpi, këndoj këngë edhe në... Për shumë, na bëj një vokalicë këtu në studio. Na shumë me muret e studios këtu. Gjithë të zë, ke gjithë të zë. Qa të bëjmë? Shiko, kjo është një dhuratë që ta jep Zoti, le të themi që ti duhet ta mirëmbash dhe ta të kujdesesh për këtë, që mos ta abuzosh me gjona që nuk i bojnë mirë. E qartë. Dhe është, siç e thash, është një dhuratë që ti do ta vesh në funksion dhe në punë të njerëzve. Në koncertet e tua, për shumë tani ku ti je i ftuar her pas here, e përfshin edhe këtë lloj zhanri muzikor? Çfarë këndon për shumë nga muzika klasike ose ndonjë arje operistike ose ndonjë ato këngët që këndojnë vetëm tenorët, këngët e vështira, o sole mie, o me radhë që janë natyrat. Po, le të themi ka disa raste që ti kërkojnë. Po, unë edhe kur nuk mi kërkojnë, unë me thonë drejtën. O sole mie për shumë, të ne bëj këtu për shumë. Po, bëj. Che bella cosa una giornata un sole, un'aria serena dopo una tempesta, bella aria fresca paneggia una festa, che bella cosa una giornata un sole. Ishte fantastike, ishte shumë bukur, bravo. Unë duroj sukses edhe uroj që ti të mos i lësh pas dore edhe këto zhanre muzikore, sepse të plotsojnë edhe të kompletojnë shumë si artist. Aq më tepër që ti e ke talentin edhe mundësinë. Ti interpretosh të gjitha këto, kështu që ki gjithmonë në vëmendje në ato portofolin tënd muzikor, repertorin tënd, ti kesh të gjitha të përfshira se je shumë i kompletuar në këtë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë mirë, bravo. Ke një zë shumë bukur, kështu që mirë, para pakoshe për pjesë e një reality show, aty ke bërë shumë miq, njëri prej tyre ka qenë ai me cilin je lidhur më shumë dhe që teleshikuesit e njohin me emrin Andrea i TikTokut edhe i rrjeteve sociale, kështu që jeni bërë miq shumë me të aty apo jo? Po, ne në ferm unë e kam ndjek le të themi virtualisht, domethënë për sa i përket e kam ndjek, ka qenë një personazh shumë interesant, shumë pozitiv,
Ne na bashkoi le të themi gjaku sepse ne vinim pothuajse ne kishim të njëjtat probleme familjare, ishim pothuajse e njëjta fëmijëri, pavarësisht sa ishte pak më i madh se unë. Na bashkuan shumë gjëra. Edhe të thon drejtën unë bile sfund i kisha premtuar që do vi për pushime, do vija në Itali dhe zgjodha të shkoja në Itali këtë vit për pushime bashkë me të dashurën, shkum bashkë te familja e tij. Edhe më ka mirë prit, do më thonë, edhe kam kalu një sa pushime shumë të bukura me familjen Andreas dhe me Andrea. Andrea, ndërkohë, ka një surprizë të bukur për ty. Le ta ndjekim. Përshëndetje Rudina, në ratë të parë ju kërkoj ndjes sepse ndodhemi makinë. Ky video mesazh i bukur na kapi pak rrugës, me thënë drejtën, por është një video mesazh i vogël, por për një mik shumë të madh. Për Anduelin, ai e di shumë bukur se sa fort mik e kam unë atë. Ne të dy më saktë kemi shumë mik njëri tjetrin, sepse miqësia jon lindi nga një format televiziv ku brenda kishte shumë sfida, shumë intriga e shumë gjëra të tjera. Gjë që miqësia jonë i arriti të përballonte aq bukur sa që vazhdon të jetë edhe për te ekranëve. Më së fundmi para le të themi një javë 10 ditë vetëm ma premtoi që do vinte, do më vizitonte ku rria ku jetoja. Edhe erdhi edhe ngela shumë i kënaqur. Dolëm, shëtitëm, kemi kaluar mirë. Dhe ajo që dua t'i them unë Anduelit, dua t'i uroj shumë suksese në karrierën e tij në atë muzikore. Patjetër duhet të vazhdoj, sepse është një ndër zërat më të veçantë që mund të ketë estrada. Dhe gjëja tjetër që kam unë kërkesë për shumë në Anduel tani, ai e di shumë bukur se çka këngë pëlqej unë. Neve kur në atë format që kemi qenë bashkë, kemi thënë do këndojmë këngën tonë, sepse kemi personalizuar si këngën tonë, është kënga e disa jetojnë në pallate, ai e di shumë bukur se kush është kjo këngë. Ju përshëndes, Anduel, shiko. Herë tjetër kur të vish plako bëj çik mi llogarit sepse kam 100 euro ditën e punës. Çdo ditë që do shpenzoj pastaj është minus në rroga. Okej, ju përshëndes, kalofshit bukur. Rudina, faleminderit për gjithë kohën dhe Anduel, love you bro. Suksese. Faleminderit Andrea për këtë mesazh të bukur që të dërgoj ndërkohë, ë? Shumë faleminderit, me thonë nuk e prisja as pak, dhe një marrëdhënie e bukur të cilën e ushqeni tani, vazhdimisht i shkon në Itali, ai vjen këtu, sa herë që vjen këtu, jemi bashkë, sa herë që do shkoj atje, do jemi bashkë, që është me si. Shumë, ndërsa konga që më tha është i kongë për fugaret, pra ne thash na bashkote kjo gjë. Mirë, ndërkohë, edhe një pyetje tjetër, pas 10 vitesh si e sheh veten? Pas 10 vitesh e shoh veten mirë, për sa i përket anës karrierës, besoj që po, anës ekonomike besoj që po. Anës familjare? Anës familjare besoj që po, besoj për 10 vite do vi veti dytë ose veti tretë. Po pra, se e ke gjetur për ta gjetur, a? Veti dytë, nuk po them veti... Thjesht nuk e keni vendosur që ta bëni publike marrëdhënien tuaj, apo jo? Nuk po them veti dytë bashkë me nusen, po veti dytë me fëmijët, pra 2-3 fëmijë, ne kena qenë familjen e madhe, kështu që dash Zoti për 10 vjet besoj e kemi sistemu. Të uroj suksese dhe të uroj më të mirat në jetën tënde. Edhe uroj dhe këngë të reja të kesh plot, edhe për ata që të ndjekin edhe që janë fanët e tu. Të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Shumë falenderit edhe juve për ftesën, edhe ishte kënaqësi edhe për mua. Falenderit, gjithashtu. Kemi publicitet, kthehemi pas pak.